Gati 4 vite e gjysmë nga nisja e hetimeve, mbi 6 muaj pasi Sali Berisha, dhëndri i tij Amarbër Maltezi dhe 3 të tjerë morën të pandehur dhe rreth 5 muaj e gjysmë pas dërgimit të dosjes në gjykat, procesi gjyqësor për aferën korruptive Partizani nuk nisi as këtë të premte. Sërish një zvarritje provokuar nga të pandehurit. Sali Berisha u mori pandehur me akuzën e korrupsionit më 11 shtator 2024. Një muaj më pas, më 15 tetor, dy prokurorët Arben Kraja dhe Enkeleda Milonai dërguan në gjykat 333 fashikujt hetimor, ndërsa të nesërmen më 16 tetor u caktua me short gjyqtarja e seancës paraprake Flojera Davidi, e cila vetëm pak javë pasi e mori në duar vendosi t'i heq masën e sigurisë ish kryeministrit Berisha, duke e çliruar nga arresti shtëpiak ku qëndroi për 11 muaj. Vendimi i cili u rrëzua në apel, ku gjyqtari Engert Pëllumbi i riktheu masën e sigurisë ish kryeministrit, këtë herë detyrimin për të paraqitur 2 herë në muaj në prokurorinë e posaçme. Davidi tashmë e përcaktuar si gjyqtarja e seancës paraprake të Partizanit caktoi 24 tetorin për seancën e parë, ku logjikisht mund të kishte edhe një vendim për kalim të dosjes në gjyq, por edhe tani kur kanë kaluar më shumë se 10 seanca të gjata dhe shtyrje pafund, ende s'ka një vendim. Si fillim kërkesa pafund të pranuara të avokatëve mbrojtës të palëve për kohë për të njohur me materialet. Koha u kërkua edhe në seancën e dytë, ndërsa më pas ishin prokurorët ata që pas 3 seancash më 6 janar të këtij viti përfunduan leximin e kërkesës për gjykim, ku kërkuan kalimin për gjykim të gjithë pandehurve. Pas prokurorëve radha e mbrojtjes. Fillimisht ishin avokatët e Berishës, të cilëve ju deshën 3 seanca të plota vetëm për leximin e 300 faqeve pretendime të tyre. Më pas mbrojtja e Maltezit dhe të pandehurve të tjerë, Bektashi, Begeja, Financieres Pustina, e deri te kompanitë e marra të pandehura Home Plan, Studio Pustina dhe kompania Kontakt, që nga janari e deri tek seanca e zhvilluar më 13 mars, mbi 2 muaj përfundoi mbrojtja e të gjithë të akuzuarve në seanca të gjata që nisnin nga ora 9 e përfundonin në orën 16. Pas dështimit të kësaj seance të së premtes, sërish me makinacionet e mbrojtjes, seanca e radhës është caktuar më 11 prill. Do të jenë prokurorët ata që do t'i përgjigjen pretendimeve të avokatëve për të kaluar më pas fjalën tek gjyqtarja Davidi. Ende nuk ka një datë për vendimmarrje. Pra duket qartë një tendencë për ta zvarritur një proces që duket sikur po e çojë në kalendat greke. Qëllimi, siç duket, është që të paktën gjyqi i themelit të mos nis para zgjedhjeve të 11 majit. Dërgimi në gjyq i dosjes do të ishte përballja e parë reale e Berishës dhe Maltezit me drejtsinë shqiptare. Berisha dhe Maltezi vijojnë të jenë në mas sigurie, i pari detyrim paraqitje dhe i dyti arrest shtëpie. Ish kryeministri është i pandehur për korrupsion pasiv dhe akuzohet se lejoi një zinxhir të tërë institucionesh që të shkelnin ligjin, duke u marrë kompleksin Partizani ish pronarëve, ku përfituesi kryesor është dhëndri i tij, i pandehur për korrupsion pasiv dhe pastrim parash. Në pronat e ish klubit u ndërtuan të paktën 19 kulla pallatesh, duke u siguruar një fitim miliona eurosh nga ky biznes që nisi me paligjshmëri. Me Berishën e Maltezin të pandehur janë edhe bashkëpunëtorët e tyre, biznesmeni Fatmir Bektashi, i pandehur për korrupsion aktiv dhe pastrim parash. Akuza e pastrimit të parave i është komunikuar edhe ortaku të Maltezit, Gjimi Begeja, trashëgimtar i tokës dhe bashkëpronar i Home Plan, si dhe Andja Pustinës, financieres që kryente të gjitha operacionet financiare dhe ligjore të Home Plan. Paralelisht, SPAK ka vënë në sekuestro preventive pasuri të shumta që i përkasin Amarbër dhe Argita Maltezit, sekuestro të konfirmuara deri në gjykatën kushtetuese, ku përfshihen 10 apartamente, vila, troje dhe llogari bankare, të cilat do të qëndrojnë të sekuestruara deri në përfundim të gjykimit. Ndërkohë, një tjetër hetim vazhdon me një fraksion të kësaj dosjeje për pasurinë e ish kryeministrit dhe verifikime nëse familjarët e tij kanë përfituar nga vendimet e tij, si me rastin e marrjes së truallit të kompleksit Partizani dhe ndërtimin e 19 kullave nga dhëndri i tij.